ne nuk e kemi luksin që të shërbejmë kauzave, përveç kauzave tona, edhe si musliman, edhe si shqiptar, edhe si banor të këtij vendit. Sikur të mos ishte referenca, kushdo do të thonte çfarë të donte. E kjo pastaj sigurisht do të shkaktonte të paktën një kaos ideologjik edhe intelektual. Çfarë pasoja mundet me pas në komunitet? Po, shif, është e gjithnjohur, këtë edhe historia ka dëshmuar se interpretimet, ani pse disa prej tyre shumë periferike, po interpretimet e islamit megjithatë nuk kanë qenë gjithmonë uniforme. Edhe disa prej interpretimeve jo legjitime t'i quaj kanë prodhu, pastaj prodhojnë qëndrime, prodhojnë bindje në radhë të parë, pastaj qëndrime, pastaj mund të prodhojnë edhe sjellje, pastaj mund të prodhojnë edhe, si me thonë, gatishmëri për të shërby kauzave të ndryshme që në rastin tonë ne nuk e kemi luksin që të shërbejmë kauzave përveç kauzave tona, edhe si musliman, edhe si shqiptar, edhe si banor të këtij vendit. Po mendoj i kemi një tërësi interesash e cila është e pandashme. Nuk mundesh personalisht edhe si hoxha edhe si besimtar nuk muj me ditë ku është ajo vija ndarëse mes interesave të mia edhe fetare, edhe kombëtare, edhe shtetërore. Dhe si rrjedhojë e kësaj, unë mendoj se lidhja edhe legjitimimi me institucionin është tash më i nevojshëm se kur më përpara. Ne të kaluamën kemi jetuar në robëri dhe e dim se çka kemi hjek derisa nuk kemi pas institucione në aspektin e jetës të përditshme. Po e njëjta gjë është edhe në aspektin e jetës fetare. Njeriu do të jetë i lidhur me një institucion përndryshe, sikurse e thon dietarët e Islamit, sikur të mos ishte referenca, kushdo do të thonte çfarë të donte. E kjo pastaj sigurisht do të shkaktonte të paktën një kaos ideologjik edhe intelektual. Mos të flasim që mund të ketë pastaj rrjedhojë edhe në aspektet konkrete.